Vota juaj sot është besim për mua dhe për ekipin tim. Vota juaj sot është vlerësimi punës të bërë bashkarisht dhe vota juaj sot është përkraje për të ardhmen dhe për punën e mëtejshme bashkë me ekipin tim. Mund t'ju them vetëm që si vjet ne do të e kem mundësinë që ta kemi një projekt të rëndësishëm për fëmijë, që quhet Veshu për ëndrrën tënde, që do të bëjmë uniforma për të gjithë fëmijët, për të gjitha shkollat, që t'ja mundsojmë edhe joshjen, por edhe gjonat elementare secilit fëmijë. E këto nuk do t'jenë Adidas, por ekipet tona nacionale si vjet veshen me Adidas. Si vjet e kemi sponsor dhe do të përfaqësohemi, besoj që do të arrijmë që me këtë dres të prezantohemi në Amerikë. Shumica prej juve këtu që i keni pro licencat, si licenca më e lartë në futboll, i keni nga kombëtarja ose në fakt nga Federata Shqiptare. Si vjet prej majt do ta kemi kënaqësinë që ta promovojmë klasën e parë të pro licencës në qendrën e edukimit në Hajvali. Vota e sodit është votë besimit në personalitetin tim dhe në ekipin tim të udhëheqjen e tashme, është votë e vlerësimit të punës të bërë dhe është votë e përkrajës për punët që do të na vinë në këtë 4 vjetor. Jam shumë i lumtur që i kam të gjithë kuvendin, të gjithë komunitetin e futbollit që janë më shumë se 50.000 veta, në këtë rast më shumë se 50 veta në kuvend, dhe jam shumë i lumtur që janë unik dhe e kanë prek rezultatin, e kanë prek sinceritetin, e kanë prek profesionalizmin, projektet, strategjinë e Federatës Futbollit me cilin kemi shku dhe kemi bën ngritje. Uroj që edhe në këto 4 vite të ardhshme të jenë të realizuara ato të cilat i kemi premtuar edhe për tej.